Udhëheqësit fetar në Maqedoninë e Veriut nënshkruan deklaratë të përbashkët kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe përballjen me këtë dukuri. Sipas tyre, bashkësitë fetare janë ndër aktorët kryesor në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, pasi prania dhe aktivitetet e tyre me qytetarët mund të jenë të dobishme. Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Shaqir Fetau, tha se të gjitha xhamit në vend janë nën kontroll të BFI-s. Ai komentoi edhe aksionet e fundit të MPB-s kundër ekstremizmit. За тие појави, како што рековте, во Гостивар и во некое друго место, ние немавме сознание, затоа што тие не беа ни верски работници, ни професионалци, ни квалификовани како верски службеници или како професионалци во исламското учение. Добро е што навистина државата ги осетила тие појави и сигурно преземал мерки. Моментално со моето доаѓање во исламската заедница, некои џамии кои беа надвор од исламската заедница, сите се вратени во исламската заедница со декрети, значи со решение, како службеници на исламската заедница, и јас мислам дека од тој момент тие се под прописите на уставот на исламската верска заедница и немаме никакви проблеми во тоа. Firmosja e deklaratës së përbashkët të liderëve fetar në vend kundër ekstremizmit të dhunshëm u organizua nga Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Komision për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare. Arsyeja është forcimi i përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, si dhe forcimin e bashkësive fetare.